Haj. Një në gjitha unë e moj me Bobby. Unë e këtave që përdorit qështu sa mi mledh kimët e flugve, mos me mu qaravish si shumë. Qa që sa lirë e bën punën e mirë. Unë e kësha pas qef me qitë lirkin e 100 eurove në ftyrë teme, për shkur qip bërlog. Është ekstra mbulus në fakt se sa rrall lyna, nuk besoj që më harxhu kaq shpejt. Është bashkë rende që ashtu që qysh lyna unë. Mundru drejtimi i videove edhe kontentit edhe tani e kom lanë. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it, mirë se vini edhe me një video të une. Si pas videos fundit, mundeni me ditë për afërsisht që këto ditë nuk kam e konë qatë shumë aktive, sepse jenë, Qula? Haj. Algës ja kom hik pelinat. Kreta ja është në rregull dhe diqyshu adaptua dhe mas. Ditën e parë kom pas tepër të vështirë, dytën 50-50, e veç tretën ja kom hek krejt edhe natën 2 ditë e fundit, dhe më thonë ditën e parë dhe dytën e ka pas pampirsin terëm, kështu që për këtë arsye ja kom hek edhe natën edhe ditën. Masi nuk përdin me fol, përdin vetëm me kallëzu, për në qatë moment unë përdin me konë me ta vetëm në dhomë, edhe me këshyrë non-stop se qysh po bën, qysh po kallëzën. A mërmenja që si pas komenteve, ma kollaj e ka një gratë me 3 vjetë me a hek pampirsat, a maja mu do gatë pro, dhe shka së di, nona tonë në kanë hek me ka 1 vjetë. Pampirsat, kështu që edhe për këtë arsye kom pas qef me hek dertë sa ma shpejta dhe nashti, mëse qojna në qirë dhe nuk e di këqyri njëherë, nuk e di se që kam i thonë. Nejse, amo vetëm nuk është kjo tim me këti videos pa tjetër, amo do është da me ju kallëzu syën sepse këto dit nuk jam aq e lirë me po video, pse nuk keni me pas video pak ma shpesh. Si pas kësaj situate për këtë arsye, ju e kam mundu me bën tash disa video të shkurta, shka nuk u merku me mojt ka mirë në gjatë të ditës me veti, kështu që do mundona qështu diçka bili pak me ju met offer. E tash, edhe kjo video ka në listën teme ti për gjatë, video quhet koleksioni make-upit tem, ju krejt që më njekni prej fillimit, e dini se në cilën mënyrë unë jam ba e famshme, kam dhejz në TikTok, në YouTube. Kush nuk e din, unë në fillim kom ba make-upa në TikTok dhe nuk jenë kon ata make-upa për darsëm ose për në event, po thjesht jenë kon pak ma crazy make-upa, mundeni me këshyra dhe në Instagramin tem, besoj që i kam hala. Kur jo martu ma dhe nuk kom pas koha dhe nuk më ka do qaq in edhe dyqysh mundru drejtimi i videove edhe kontentit edhe tani e kom lanë. Apet për thamë që më kanë përcjell prej fillimit e kanë ditë se qfar tavoline e të madhe unë e kom pas për me bo make-up edhe krejt ato fijokat që i kom pas full me make-up. Ta është kena përfundu të kjo tavolinja u kthej edhe kamerën me ja u kallëzu pak, nuk është që është i pastruar se veç ju kallëzova se për cilën arsye, ashtu kështu nuk kam e konë këtu. Po, nejse, tash po mundona me algen me najtë non-stop edhe offer sojna, e mësu fjallë të jetë, për nejse. Po e u kthej kamerën, po e u kallëzet njëherë tavolinën që kam për make-up. Mentalisht ta këpus që unë nuk kam mo qaq make-up si për para. Dhe nuk lyna kaq shpesh si për para, përveç kur dalë dikon, ose kur ta gjyroj në video, që atëherë lyna, mo ato janë shumë rrallë. Se që muj me u këthi kamerën edhe me u kallëzu të gjitha. Njëherë harroj me u kallëzu që gjdo produkt ka me u kallëzu edhe a janë të mirat këqia edhe mendimin tem. Fillimisht, kjo është tavolina për ata që nuk e kanë përcjell prej fillimit. Edhe kjo është karrika jeme. E tash, produktet i kam vetëm këtu me një fijok, po tash kalojna ka një t'ju kallëzoj për ta. Nuk e di sa keni kap në qatë videon, e nashtë i keni pa që janë krejt të rënitne, dhe më thonë primer, shirki, concealer, konturat, blush, tani sytë, dhe më thonë është bashkë rende që ashtu që qysh lyna unë. E pra, masë e pa që fijuka e parë është me primera, i kam vetëm këta 2 primera. Maybelline Baby Skin, tepër e mirë edhe përshiet prej
produktit se sa ka mete one, edhe tepër mirë i mbulon porat ku shko. Unë nuk i kam qatë shumë, ama pecapet e përdore. Tani, ky është një primer nga L'Oreal, edhe është mat. Nëse s'keni qef me ju vizlu ftyra, keni qef krejt me kon mat, ky është për ju, edhe gjithashtu nëse e keni lëkurën e nërshme, definitivisht është për ju. Në fillim ky nuk më ka konvenua, më 2-3 herë të fundit jam të e qitë edhe bashkë që më do e knashe me ta, edhe dyqysh nuk për kam nevoj tani me bon set ftyrën ka që shumë, si dhe mos në këto dit e nxehta. Gjes për që ta nuk jam sigur për çmimet, se i kom blin ashtia ka e 6-8 muj, që është të diçka. Është përsoj që e hargjoj së shpejti. Në fakt se sa rrall lyna, nuk besoj që me hargju ka shpejt. Tani e kena një shër këto nga Farmasi. Nuk e di çka me thonë për që ta. Njërë është, ama është pak i ndërshëm, për mendimin tem, për ftyrën tem, normal. Okay, nothing special. I mira vetëm jam të e prit me hargju për me gjujt. Tani e kam këta flormar, shpeshenin ashtë që veç jam të e hargju edhe është kogja ma aziz, sepse unë këta përdore vetëm verës. Është ekstra mbulus, dhe më thonë për këta nuk kam se qka asni fjallë të keqe me thonë tepër e mirë. Tani e kena këto edhe L'Oreal, cili është i lehtë mbulus, edhe tepër mirë shkon me këtë primerin e vet nga L'Oreali. Kam nuancën 300, di që e kom pas edhe njonin, po një zotë e din se ku e kom lanë, ose në është i vetëm e kom lanë Kosovë për mësë me majt aneknim me vete, kështu që është i lehtë edhe dyqysh taman për verë. E kena këtë shirkin trendit up nga DM-i, u konë tepër i lirë, ekstra mbulusa, nuk ka nuanca të mira, nuk ka shumë nuanca, dhe më thonë une qëtaja ko marë edhe qështu po do këtë para fërsisht që bën, ama definitivisht është mrena 100 herë ma zi qula, edhe është ti për i ndërë shumë kështë që për likurën të eve, no. Shirkat e mirë edhe shirkat cilët gjithmoni i kthejna janë Revolution. Tepër janë të mirë, ekstra mbulosja, nuk janë të nërshëm, do më thënë fantazi, unë i kam 2 nuanca, njërin e kam për verë F10 edhe njërin e kam për dimër F6. Kalojmë te concealer. Numër 1 që unë gjithmonë e keni pa në ashtë edhe në për video që unë i përdori janë këta nga Essence. Këtë nuancë ma qelt, light, po shkru nuk përshijet numre. Këtë nuancë ma qelt unë e përdori kur ta qasë shirkun. Këtë nuancë ma të mbëlt unë 50, po më në nuanca 50. Kur të kam plan nësë me qitë shirkin, vetëm këta, dhe më thonë concealer, bronzer, anekni, edhe që kjo dyqysh tepër shumë përshtatët me nuancën e ftyrës tem. Për janë të mirë në bazë se sa kushtojnë, po më në lirë, janë ekstrem të mirë. Tani e kena një prej make-upit, Maybelline. Ta e kom ble une në Kosovë dhe të aro e gjyqë e hala pas ka qmimin. Tash, ta a janë fake, se bash nga Maybelline, po Maybelline dishka me dollë kesh, po më qudit, vetëm në kofshin fake, në Kosovë nuk di se shka me ju thonë, ama këtë aplikator nuk e di shqip që thot katastrofë, do më thonë, dhe vetëm jam të e përdorë sa me hargju shkort shqip bërlog. E kena këtu një highlight cream cilën unë rrallë në herë përdori përveç se kur dal, edhe ka këtë pakon tepër të mirë. Mdo këtë mësë është kopja e Charlotte Tilbury, më zgabofsha. Dhe vetëm këto që është dal, pëshini se që të pusht tulli, për nejse, zartë që se kom përdori tepër gjatë, për anyways, nuk është, e dyshishe ka nuancën tepër të mirë, tepër të lejtë. Këtë jam mundeni me vrejt në kamerë, po është definitivisht produkti e ma i mirë. E kom pas edhe bronzerin, për më nëjë konturat, një qështu edhe pako edhe krejt, ama ja kom dhanë konatër, si pëlqejt është mere, it's not a big deal. Gjithashtu, kom pas edhe komente, jo nuk për ki për shminka, nekni. Duni me kuptu që na Sephora këtu nuk kena Douglas, nuk e di as vetë se që shtuat,
as Müller, as nuk e di azet, kena DM-in, as Nixin, nuk e kena, kështu që gjendoni bro, nuk kam se që kam e thonë ma shumë. Jo që nuk isha blia, unë e kisha pas qef me qitë shirkin e 100 eurove në ftyrë teme, po nuk kam se ku me bli. Tani kalojmë të konturat, e vetëmja kontur që e kam, është nga Aura. E mirë është, unë ja kom hekat vijen këto për më mujtë bashkë mirë me shproz. Pisha? Dhe kam janë i vjetë dhe halon nuk më ka hargju. E tani që ta e kom ble në shqitore të një arove në Kosovë, vetëm që unë e kom përësit online. Nuk kam se që ka me thonë, nice është, i vetë misand që është keq nga kjo pako, është që non-stop do të me moj që qëtë në kom me ro produkti, por se mrena është bashkë weirdo, nuk e di apo vrejët, dhe a më përshin e unë që e kom pasë në këtë mënyrë se sa ka produkt në këtë brushin, ama si produkti një eurove, më zdi shka mi thonë, nice, nuk është qaq sa lirë e bën punën e mirë. Këtë palet për bronzera e kom marrë në Jakov Motor. Doke që shtojnë kom marrë bashkë për këtë ngjyrë këto 3 tjera nuk i përdori që ta në rrallë në herë gati që heq, ama për bronzerin. Bronzerin më ka doke mirë edhe paleta 20 eurove në Jakov. Ok, vetëm që s'kom pas qare pa e blese. Për te që më shku në prizar midis dimrit. Me bleda najsa ma si ka i e ju që kom gjitë najsa ma mirë pa njësë. Në gjitha unë e moj me bobi. Setting powder nga Flormar. Unë e di që prej se ja kom njësë mu ly. Unë e di që njëtën kohë nuk bën me i përdori gjatë shminkat që ju delja fati, ama kur gjonë nuk më pas kur farë reagimi në ftyrën tem. Qëto kam rejtë nashtë edhe për një herë me përdorë. Ta njëtën që jam të lyone. Më ndoni që vetëm 8 vjet kanë kalu prej se kom kryu në shkollën e mesme. Unë ja kom njës veç në shkollë të mesme të ly. Që kja është prej se ja kom njës në shkollë të mesme deri në ditë sotit, pako e dytë. Ta gjatë qëndrën edhe unë përpore më lyti për shpesh, tash ju, ama, I swear to God, dhe më thonë, produkt ma të mirë nuk ka, dhe by the way, nuancën e kam 002. Tani e kena qëto një loose powder është nga Aura, i vetëmi sen, që është pak si pozitiv, gjysën ma ka derë në do këtë alga, është që ka dziza mrena, dy që shtyja ju vizlon, ama nuk është që e kërë në farë pune. Ma mirë të këshin po në tekstur ma të mirë, ama pa dziza. Tani e kena edhe këto Essence, nuk e di se kam ka orë që kja, vetë nuk e kom ble. I mirë, nothing special, i mirë, s'kam ma shumë se që kam e full për to. Tani e kena edhe një kontur, krem kontur nga Catrice, është bash verore, kështu që edhe pak kur të nëzina ma mërë me një që janisi me përdorë. Tani e kam një blush, cilën veç i kom gjujtë parët, e kom blenë në DM këto edhe Nothing. Nashti i ka fajet edhe mënyra e pakos edhe ama shkurt që si mos me pas kur far pigmenti, bashkë ashton. Tash kalojmë të syt. Kjelli për vetulla, cili bëj bento edhe tash e kam në vetulla edhe nuk livra gjatë të ditës është nga Bio Shampoo Gel. Është thjesht natural gel për vetulla, as nuk bin vetullat nga këta as nuk më prishen, kur nuk kom bo vakime me gjithë naj fijet vetullas që më ka ra se me mi dëmtua dyshka. Jerën e ka me hangër, dhe përdo në qa që i mirë edhe të ditën rejnë edhe s'po di shka me thonë më ma shumë bro, te për edu këtë produkt. E kena një maskar për qërpek, e kom blejnë në Jakov, kishe Calvin Klein. Dorën zemër, unë nuk e kam idin Calvin Klein ako make-up. A do interesant maskara, se në Jakov e kom blejnë se dhja thash, edhe mu ka do interesant kjo maskara që qëto e kish një farë për me mujtë këta, vetëm pak. Po, me drejtu edhe mu bo kështu, dhe më thonë të njëtën ku i kini 2 maskara me vete, a mu 15 euro në Jakov një maskara. Nuk e di se kuj kom pos mend, tash për momentin e kam sy nothing special si që të maskar tjetër. Tani, next one e kena një Maybelline maskar të kaft, cila mu si unë që i kam sy të kaft
kur gjë nuk vjen veç parat e gjujtne. Tjetën po nuk më pëlqen as kjo brushi, nuk është i fortë, është tepër i dobët. Unë e kam, po më jo unë, po bile pak duhet me kon më i fortë brushi ma merr mendja. Edhe këta kur ta qetni, nuk e di, isha me thonë, nuk bile unë që kam sytë e zi të kaft, nuk vrejet, sa si me pas maskarën e zi, shkurqyp. E kom ble një esencë maskar më të thirë sepse e kom pas lash lift ama mas frizerkave, make-upave, gjithave që i kom pas. I kom ba dyqysh nuk pa më kryin tash punë për derisa kom pas lash liftin, kjo më ka kry punë për tash njerë. Nuk di se që kam e thonë që më të nëjë që atë. E kam edhe një maskar që to nga Golden Rose, kretu fshin komplet, e minjeron nothing special. E kam qitën ko edhe tushin ose linerin nga Golden Rose, cilin une për para e kom adhuru edhe ti për u koni mirë edhe nuk e di, vetëm tash që ka ndryshu shumë make-upi, moda make-upit edhe për këtë arsye kam met njerë për njerë. Neje. Tani e kena gelin Got To Be për vetullat cili Sam zvin. Sam! Unë për e thamë si argjani parët e juja. E di që TikTok e bën atë veta një reklama në kënej. Ashtu në kush i ka vetullat e buta po, amo sa i përket mje kur gjën heq nuk kom kërën unë e këtave që përdorit qështu sa mi mledh kimët e flokve mos me mu qara vish si shumë. Për që të punë bën, për sa edhe tjera katastrofë. Ashtu ju do këtë fani pak algen me këshyrë për mas, për sholla nuk bjen. Tani e kena një cover girl gjell për vetullat, cili është me ngjyrë, edhe vetëm jam të këqyrë me hargju, nuk është i keq, më thjesht mas jam pak me i vjetër, të isha veç hajtë sa ta hargjoj. Pastaj përket vetullave, një herë e kom ble që ta esens laps, me thonë që ashton, për vetulla, cili doke që qështu, edhe ko brushin mas, amo kjo është shumë e trash për me vizatu vetullat. Tani e kom marrë qëta, s'po di farë hipoallergeni, këm do këtë qëta në ceja me kom ble. Peshin nëse sa është i mirë, dhe më thonë e kom hargju gati. Amo apet edhe këta e kom qitë me, se e trosha, e kom qitë me brush për vetulla, në vetulla normal. Tani e kom qitë këtë tepër të mirë, lopsin për nga Essence. Ajni të e pa se sa e holla. Më dhanë, kjo vetulla ti nuk e di. Thjesht nuk ka gabime me tha. Për më pëlqen edhe inshallah me gjitë apet sërisht këtë produkt. E për këtë arsye që unë i kam qëta lopsat lidhe pa lidhe që i kom vlerë, edhe më kamet. Kom përësit këtë brush nga Temu, cili është ekstrem i holl edhe vetullat i bërë film. Tani, masi e kom pas maskarën e kaft, thojsha. Bleja dhe linerin nga Maybelline të kaft edhe qërpikt. Të kafta në është që ajo duket ma nice, po Sam, saj për këtë linerit a i mirë, amo qështon ju që keni sytë e kaltet ose gjelbert, lucky ju mundet një krypun, amo saj për këtë mi e no. A shkojna të boost, i vetëmi, më do këtë që është i vetëmi laps që e përdori une gjdo dyp, është pastel, numër 214, sa është i mirë po jashin edhe malsin e lopsit, cilin e kombinoj shumë herë me këtë skush nga Avoni Perfectly Nude, cilin është kogja ma i bardh, edhe përsheni se sa ka met, edhe te për kërën punë, për menoj i bën boost ashton si ombre, me thonë që ashton. Tani e kam edhe një buskuq cili është fantazi. Unë nuk e di a keni vrejta, më kur ti bëj boost të kuqe? Haj. Kur ti bëj boost të kuqe, nuk kam qef me kanë të kuqen si në portakall, kam qef me kanë bashkë diqysh e kuqe e mbyllt. Dhe kjo është nga Avoni me nuancën Red Supreme. Përsheni se sa kam jetë prej tina. Dhe lip glossa kom pas ekstrem shumë, po i kom hargju me kast. Tash e kam që qëta në buz. Shkreti kina bje, hune me motrën definitivisht, ama e ka nuancën e mirë, po thjesht ziqysh si ullje. Mas që sa i ulljes, vetëm shkam tjerë në buz të dhe ma shumë, kështu që
nothing special. Tani kam edhe 2 lip glossa këto. Këta përdor zakonisht për verë ose apësheni që gati është du përfundu. Si që kështë të thonë që i bëj ato ombret, edhe kjo i qelë busti për mirë. E këta, s'po t'i shka me thonë, këta në ashtë veç nëjherë kur ta qes vetëm lopsin, pa buskuq e qes që tjetrin. Kina artë te paletat, cilat nuk i kam shumë gati të hiq. Paleta numër 1, cilën une e kom përdor paka shumë, po tashma kush të përdor paleta me full realitetin, vetëm shkret janë të mazon venin. Kështu do këtë po shihet disa nuancat cilat une paka shumë i kom përdor. E mirë është paleta, po nuk po përdorët, ma shka me po. Tani që masterpiece e kam tepër qëta përshini që vetëm për këtë nuance jam të e përdor kryqet palet. është nga Revolution Golden Sugar 2 Rose Gold. Nuk e di a ka ma, nuk e di a ka në shqitje ma Revolution. Amo kjo nuance për faqët e kuqe edhe me ju vizlu është film, në fakt. Edhe që kjo poshtu konë si bronzer, amo shumë i qeltë për nuancën e ftyrës tem. Tani kalojmë e kina edhe një sink të vogël, cila është e mirë për ku qëkoni dikon, mos me zonë shumë vend, amo kur ta bëjmë ku qëkojnë deti, nuk kam qef ka shumë u lyk, kështu që e mirë është paleta, nothing, nuk kam kur gjo kundra, amo diqysh nuk po përdorët. E kam edhe qëta nga Revolution, edhe kam 1 milion paleta tjera në Kosovë nga Revolution, me cilat ku bo kreativitetet mira, po tashmo nuk janë in. Vazhdojmë të do aksesor, me thonë për make-up. Sa i përket qërpikve, une i kom ble qëta, ama nuk është që po duket mirë në sy, edhe nuk është që po janë modë mo, me thonë që është thonë. Edhe i kam këta, si ketë, unë e dini që shumë shpesh kam qef në këtë mënyrë me në gjitë qërpik, edhe përdori gjithashtu këtë lipak për qërpik. Ardell edhe është tepër e mirë. Se fjallë të kesi që me thonë për to. Nësën që më keni pytë tepër shumë, është kë për ditë lindje kërë kom po Get Ready With Me, kum qitë zidza në trup, edhe këtë më keni pytë shka është ajo, ku i ki moja në këni. Në fakt qëta kom ble bashkë me këtë blushin, në shqitoret njëra, në fakt, e kom përësit si që thash, edhe tepër krynë punë, nuk e di, apo rejet një ka mirë, ama nuk përdu tash në vete me qëtë se porzit e bëjnë anitosh, ama është i mirë për kur dilin, në konë. I kam edhe këto dyja për setting powder, pak më kanë bërë, palon njëna e kam më të rejt tjetra një jokaq. Ashtu edhe një gel për vetulла. Kam edhe një pjesë të make-upit cilën, shka me thonë, nuk e përdori kaq. Shoqja jeme ma ka thonë një buskuq nga Saint Laurent, asë diazve se që shtuat, po Alka ma ka prish edhe qëre një nuancën sa e bukur. Po shka me bërë. Këtë highlighter nga Revolution Core, që kja nuk din mu hargju, mazi se kjo nga Flor Mare, do më thonë, nuk kam se që kam e thonë më shumë. Këto zidza për sy, këdi, nice për na i mromja, po di shka mirë për duken, nuk o kënë bash ashtu too much. Nice, po ma u bona qyqe diri sa akrive qëtë video. Se më vetëm pak ma e mirë se që kjo, është kjo nga Avoni, këti apo vrijet, a më shumë e ka nuancën e mirë, edhe bashkë që kam qef une, edhe thjesht mu përdurë edhe si highlight, dhe më thonë, tepër ekstrem i mirë, është edhe tepër e duket produkt. Lapsin për kur t'i bëj unë e buste kuqe, është kjo Brooklyn me numër 208, është ngjyrë e vjellcët, a peshëni, edhe kur ta qes këtë buskuqin e koqe, unë zakonisht të përdori, del tip top. E kam edhe buskuqin nga Maybelline, mat, nuanca është 20 toner, apo, jo, po, edhe e ka ngjyrën tepër të mirë, ama une personalisht nuk i kam qef shumë buskuqat cilët mi tjerin bust
unë gjithë jam me labil me veti, kështu që nuk kam qef mi pas buzë të tjerë në kur qysh. Këtë laps e kom përdor kur kom bë make-up edhe kom rujt, në qofë se e hupi në i karë që ta pastel të kaftin që e përdore. Këtë laps zakonisht e përdore kur të kam qef me qitë vijen e bardh, ajo është gotikor, për nejse. E kam edhe që të laps të njëjtën kohë me rujt, tu e rujt në qofë se këtë jetën e hupi, rastësisht. Tani e kam një liner, njërën nga Essence, njëjta si Maybelline, i holl i mira, më nuk e di sepse pas me dy që të nalë qysh nuk pe shoh. Edhe kjo është një lip gloss, cili e jep tepër efektin e mirë në buzë. Njëjtën kohë është edhe një laps, jo bashkë për vetë, lakon ka më di që nuk është, e vërtet. E di që nuk është edhe s'pas ka mo thamon me gjujt. Nuk është bashkë i pigmentum. Edhe 3 gjana edhe kry. Kur dalë edhe kam qef pak mu ly ma shumë, i përdore këto. Ziza nuk e di azet se që kam i thonë, nuk i kam i din se prej kajt unë ka nërë. E kam të njëjtën kohë blushin cili është matë. Që kam e thonë? Nuk është qaq pigment për këtë arsye dhe kam me qatë dikon qosh. Edhe përfundimisht një palet nga Flormar. Paletat për sy kanë fuj katastrofë, që that's it. Gjithashtu kam edhe këto shumë brusha cilët ma shumë nuk i përdori se që i përdori, përveç për vetulla, për sherk, është edhe bronzer. Këto tjerat sa ndo më thonë vetëm të shkam rrinë shkret. Ka shke prej meje, na jemi shumë shpejt me në video tjetër, shpresoj që ju ka pëlqyer ky video dhe bye bye.